kyçi i suksesit të zhvillimit të fëmijës është komunikimi që mbahet mes fëmijës, mes mësueses, ose edukatorës ose kujdestarës që kujdeset për fëmijët, edhe nxënësit. Gjithnjë duke përfshirë edhe nxënësin, që nxënësi të jetë të shohi këtë përgjegjësi të rriturve që komunikojnë në mënyrën më të mirë të mundshme që ai nxënës të arrijë suksese. Edhe ai do marrë përgjegjësitë e duhura, por gjithashtu edhe respektin për dy anët. Ju keni rrugtu me gjenerata me familje të ndryshme, shqiptarë të cilët kanë jetuar jo në Kosovë, por në Londër apo jo Meri. Edhe me siguri keni qenë prezent edhe pranë tyre shumicën e kohës, sepse prindërit me siguri ju kanë punuar. Dhe të qenurit në shkollë 7 apo 8 orë është gjysma e ditës. Ma shumë ne fëmijët qëndrojmë me edukatore, me mësuese, se sa me prindrit apo jo. Edhe me siguri keni qenë në rrugtim me ta në kohën e adaptimit. Am tregon vështirësitë e fëmijëve shqiptar që kanë pasur me u adaptu për shembull me folën çfarë gjuhë, dikush ka fol atje jo shqip, dikush tjetër ka pas me siguri edhe kompsi të ndryshme të cilat i ke takuar atë. Po, gjatë kohës që ju po bisedonit më vjen mendje një familje kosovare që kisha pas një shqiptar nga Kosova, kishin një djalë që e kishin lindur mas shumë viteve. Dhe ai ishte rreth moshës 4 vjeç kur filloi shkollë, ai fliste vetëm shqip, nuk fliste anglisht, dhe e kishte shumë vështirë, do të thonë, ndarjen me mamin e vet. Derisa, po duhet them që ku gjuha ndihmoj aq shumë që u desh u ulem bashkë me mamin i flisja shqip, që ai fëmijë gradualisht të mësohej me mua në fillim, pastaj mësohej me të tjerët rrjedhimisht. Dhe unë për ato u bëra një nënë e dytë, mund të them. Ai ishte, sa vinte aty që të paktën kur mami talinte në duart e mia. Pastaj gjatë ditës që sigurohej që është ai vazhdonte edhe me stafin tjetër, me punëtorët, edukatorët tjerë edhe me fëmijët e tjerë, por ajo e siguronte. Domethënë këtu është shumë praktike kur flet njëjtën gjuhë me fëmijët që ndihmon. Unë kam qenë edhe për integrimin sigurisht, se të shkosh në një vend huaj, integrimi është gjëja më e parë që do shikosh. Do mësosh gjuhën e atij vendi, do mësosh kulturën, mënyra se si ata funksionojnë, domethënë çfarë sistemi kanë shkolla, duhet njihvesh me ato, por në të njëjtën kohë duhet të dish të mbash vlerat që sjell nga kombi që vjen.